Nuk kërkojmë privilegje, kërkojmë terapi për kurimin e kancerit. Me këto parulla në duar u protestua para ditën e sejtës para Ministrisë së Shëndetësisë në Shkup. Nga shoqata Hema Onko ngritën shqetësimin që pacientët me tumore të ndryshme, përveç luftës për jetë po përballen në vazhdimsi edhe me mungesë të terapive vitale si fulvestrant dhe Zoladex. Thonë se për disa javë të tëra munguan edhe një pjesë e terapive bazike të citostatikve, të cilat janë gjithashtu në listën pozitive. Ова држава во изминатите 5 години онколошките пациенти во постојаност, без разлика и без оглед на кој е министар, на кој е на власт, ги држи во некаква неизвестност со терапијата. Она кое што го сакаме е да знаеме дека не бараме привилегии, едноставно сакаме терапијата да е навремена и да е континуирана, за да можеме да го работиме она за кое што беше оформена оваа група, а тоа е да си помагаме едни на други со совети, психолошки да си помагаме и да работиме на превенција. Pas protestës në takim u pritën nga zëvendës ministri i Shëndetësisë Jovica Antonovski, ku diskutua për ligjin e ri për barna dhe me rekomandimet e tyre ranë dakord që të përfshihen në mënyrë aktive në hartimin e politikave dhe të zgjidhjeve ligjore që prekin drejt për drejt pacientët. Në takim u shqyrtua gjendja me terapinë onkologjike si dhe masa që po ndërmerren për tejkalimin e sfidave shumëvjeçare me të cilat përballen pacientët. U theksua se është siguruar një rritje rekord e buxhetit për onkologjinë dhe se po punohet për përmirësimin e qasjes dhe vazhdimësisë së terapisë. Pas takimit, Ana Marjanović nga Hema Onko kumtoi se përmes grupit Fluturat do t'i informojnë pacientët se cila terapi do të mbërrijnë në çfarë ore, në mënyrë që të mos të shkojnë pa nevojë të presin për terapi në temperatura kaq të larta. Televizioni 21 pyeti në fondin shëndetësor nga ku thanë se i kanë lëshuar në kohë mjetet buxhetore të parapara për terapitë onkologjike dhe se faji duhet kërkuar tek furnitorët që kanë marrë tenderin nga klinika. Ndërkohë nga klinika e onkologjisë në Facebook njoftuan që e kanë tejkaluar problemin. Është regjistruar një vonesë afaqshkurtër në dorëzimin e një pjese të vogël të preparateve që janë në listën pozitive të fondit shëndetësor, si rezultat i disa rrethanave objektive, duke përfshirë rritjen e konsumit, rritjen e numrit të pacientëve, periudhën mes së dy prokurimeve publike, si dhe një mungesë të pjesshme tek distributorët. Shumica e preparateve të nevojshme tashmë janë siguruar dhe dorëzuar në klinik, ndërsa sasitë e mbetura pritet të jenë në dispozicion gjatë kësaj jave. Kujtojmë që udhëheqësia e kaluar e klinikës tashmë po përballet me akuza në gjykatë për keqpërdorim të terapive onkologjike, ku mediat zbuluan skandalin për shitjen në të zezë të terapive të shtrejta dhe mungesa e tyre ka pasur pikërisht për pacientët me kancer që ishin në sigurimin shëndetësor.